Shumë sot do t'i tregojmë se si të bëjmë si ky bërzyliku të rreshe. Tani le të vazhdojmë. Në fillim do të marrim këtë që është me 2, ose bëjmë 2 gishtat ose këtë, por unë do të përdor këtë për më thjesht. Tani, ju mund të zgjidhni çfarë ngjyrë të doni. Unë sot kam zgjedhur rozën dhe blun. Le të vazhdojmë. Në fillim do të bëjmë si një formë, e ke kështu drejt, pasi do e kthesh, edhe fop del si formë infinity sign. Tani do marrim një rozë dhe do ta vendosim drejt. Do vendosim në një ngjyrë tjetër, por blu. Do të dali kështu. Tani do marrim këtu blun që kemi në fund dhe do ta hedhim, pastaj edhe tjetrën. Marrim rozën përsëri dhe vazhdojmë. Jo mund t'i bëni çfarë ngjyre të doni, por mund të jetë domethënë që të kombinohet me ngjyra. Unë deri tani kam bërë shumë bërzylyk, por kjo është videoja ime e parë. Kështu që kur të vazhdoj në vlogun tjetër, do të bëj modele më të bukura se këto që kam, sepse kjo është bazikja. Janë dhe ca modele që janë më të vështira. Në fakt, ca mund të duken si të vështira, por në fakt janë shumë të lehta. Tani do të vazhdoj me thurje. Tani, në qoftë se ju ka dalur kështu tani për tani, e di bi që e keni filluar shumë mirë. Pasi guevim. Tani vendosim prapë për blun dhe hedhim prapë këto. Tani, thjesht nuk duhet të ngatrojmë vazhdimin e ngjyrave, sepse pastaj mund të prishet kombinimi, domethënë. Ja, kështu. Ju mund të zgjidhni lloj ngjyrash që kombinojnë, për shembull, zeza me të bardhën ose kuqe me të bardhën. Me thënë, lloj kombinime që mund të, ose verdha me portokallin. Si të doni, domethënë, ose jeshile me të bardhë. Sepse unë kam bërë ato lloj kombinimesh dhe prandaj po ju sugjeroj edhe juve se që mund t'ju dalë shumë bërzylyku bukur. Tani për tani kështu më ka dalë. Do të vazhdojmë më shumë. Tani për tani, kështu është modeli që më ka dalë. Domethënë, pak a shumë mund ta bëjmë ose më të vogël se kjo. Pastaj në qoftë se më ngel kohë, mund të bëjmë edhe ndonjë varëse si ky ose njëshe.
Lasticet ku i marrë unë është një pako që i shesin. Shesin veç. Keni të qëtu uja, një pako që është shumë e mirë që da ke pajisjen për të bërë lloj bërzullikosh, ke lasticet. Do me thonë ke të gjitha gjë që mund të duhen. Ke dhe ruaza. Kush nuk ka shkuar të qëtu uja ndonjëherë. Keni plot aty. Një vendosim. Një blu tjetër. Një roz. Pastaj një blu tjetër. Ky lloj bërzuliku nuk mund të domethënë nuk do shumë kohë për të bërë, domethënë do shumë pak kohë, kurse një është normali që do një çik më pak kohë se kjo, sepse është më thjesht, ka më shumë pak elastiqe për të vendosur. Tani vendosim sërish një roz. Një blu përsëri. Roz. Dhe përsëri një blu. Unë normali që do ta bëj pak të vogël, sepse dua që ta bëj për ndonjë 4-3 vjeçar. Dhe mendoj që do ta bëjmë kaq. Tani, përfundimi, në qoftë se të ka këto 2 elastiqe, du të heqësh këto këtu, të fundit që ke këtu, ne heq këto. Dhe në qoftë se të ngel kjo një, du të marrësh një kapse, ja të kapsja që përdori. Kjo është kapsja. Po nuk pate do të këtë lloj kapseje, nuk mund të bësh do të bërzulikun. Kështu që, tani, këtu që kemi këtu poshtë, kapim këtë, vendosim, pastaj heqim këto të dyja. Dhe vendosim këtu. Dhe kjo do të kapët. Tani, përfundimi doli kështu. Në qoftë se ju pëlqeu bërzuliku, faleminderit shumë që morët pjesë tek gjërat që bëra unë dhe mirupafshim, ju dua shumë.